Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe sot do të flasim mbi një temë që ka lidhje me muzikën, por ka lidhje edhe me vdekjen gjithashtu. Dhe është një temë që mund të jetë bashkë, nuk e di. Koncerti më i madh muzikor që pritet të mbahet në Shqipëri është artisti ndërkombëtar Kanye West, i cili do performojë në Eagle Stadium në Tiranë më 11 korrik në 26. Dhe do ketë kapacitet mbi 60.000 vende. Dhe të gjithë po presin biletat për atë vend. Nga ana tjetër, unë dua që të gjithë të ndajmë një fjalë të rëndë, por me shpresë, të flasim për varet, vdekshmërinë. Në Sarandë kishte dalë një lajm që nuk ka më vend në Voreza, në Limjon, dhe do zhvendosen në Voloder. Zakonisht kur dëgjon një lajm të tillë, dikush kur mendon Vorezat na kujton diçka që bota moderne përpiqet ta harrojë, që jeta është e shkurtër, vdekja është reale, përjetësia është afër. Prandaj dhe Bibla na thotë te Psalmi 90, vargu 12 na thotë mëso si të numërojmë ditët tona që të fitojmë një zemër të urtë. Sot njerëzit dinë të numërojnë shumë gjëra, dinë të numërojnë para, prona, ndjekës në rrjetet sociale, projekte, vite pune, pushime, por pak njerëz dinë të numërojnë ditët e tyre. Prandaj dhe Bibla na çon në një pyetje shumë të rëndësishme sot. Mik i dashur, ku do ta kalosh përjetësinë tënde? Ku do ta kalosh pra përjetësinë tënde? Ku do të jetë shpirti yt pas 100 vitesh? E ke menduar ndonjëherë? Ku do të jesh ti pas 100 vitesh? Prandaj nuk dua të flas për mungesë vendi atoke, por unë dua të flas për një pyetje të madhe. Nëse nuk ka më vend në Voreza, a ka vend për ty në qiell? Bibla na flet për 3 varet e fuqishme që sot do t'i shikojmë. Varet në Tofet, që flasin për gjykim, vari i Sarës që flet për besim, dhe mbi të gjitha, vari i bosh i Jezu Krishti që flet për fitore. Prandaj, le të hapim fjalën e Perëndis dhe të dëgjojmë sot fjalën e Zotit. Çfarë ndodh kur një komb humb ndërgjegjen dhe Perëndin? Tek Jeremia kapitulli 7, vargjet 31 dhe 32 lexojmë: Ka ndërtuar vendet e larta të Tofetit që është në luginën e birit të Himonit për të djegur në zjarr bijtë e tyre dhe bijat e tyre, gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Prandaj ja vin ditë, thot Zoti, në të cilat nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birit të Himonit, por lugina e masakrës, dhe të vdekurit do të varrosen në Tofet, sepse nuk do të ketë më vend gjetiu. O ati dashur, ne të falenderojmë, o Zot, për fjalën tënde. Ne lutemi, o Perëndi, që fjala jote që flet akoma dhe sot, të na flasim mbi temën e jetës për te vdekjes, të na flasi për vdekjen, të na flasi për muzikën, o Zot, për daullet që bien që shumë herë zhurmat e kësaj bote duan të mbisin ndërgjegjen, duan të mbisin zërin tënd, o Zot. Prandaj ti zgjoj zemrat e dëgjuesve që të kthehen tek ti me pendim dhe të mendojnë që ku do të jenë pas 100 vjetësh, në Parajs apo në Ferë, o Zot. Prandaj lutem që ti të bekosh fjalën tënde. Të falenderoj për Radio 7, ti bekoj shërbëtorët, o Perëndi, që fjala jote të shkojë në çdo cep të botës. Vizionet që kanë, gjithçka që kanë, unë i bekoj, o Perëndi. Në emrin e Krisht lutem. Amen. Kjo është një nga pjesët më të tmerrshme në gjithë shkrimin. Çfarë ishte Tofeti? Lugina e birit të Himonit ndodhet në jug të Jeruzalemit. Dhe Zoti e quan lugina e masakrës. Pse?
sepse mbretërit e Judës, Ahazi dhe Manaseu dhe populli i Jeruzalemit ndërtuan atje vende fligjimi të Tofetit, vatër zjarri pra, vatër zjarri. Në këtë login, ata dignin fëmijët e tyre si fligjim për idhujt Molok dhe Baal. Dhe lexojmë këtë nga libri i Kronikasve kapitulli 28 vargu 3 dhe kapitulli 33 vargu 6. Pra ndërtuan vende fligjimit të Tofetit, vatër zjarri. Dhe kjo përfaqëson feri, në greqisht Gehenna, pra feri. E keni parasysh reklamën e City of Hell, të pijës energjike Hell, që do thot fer. Kujdes pra. Lipen mesazhe. Zoti e ndalon këtë zakon me urdhra më të fortë, nga ligji për të ri kapitulli 12 vargu 31 dhe Levitiku 18:21. Dhe mbreti Josia, siç pam te Abakuku, bëri reformë dhe i ndaloi këto masakra. Jeremia e kundërshtoi këtë masakër te kapitulli 19 vargu 2-9. Fjala ebraike Tofet. Studiuesit japin disa kuptime. Është vend djegjeje, vend turpi, vend tamburesh. Vend tamburesh. Pse? Sepse lidhet me fjalën ebraike tof, që do të thot daull apo tambur. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse sipas komentuesve, tamburet përdoreshin për të mbuluar britmat e fëmijëve që digjeshin dhe sakrifikoheshin për Molekun dhe për Baalin. Dhe kjo është tronditse, mendoni këtë. Muzikë për të mbuluar dhimbjen, koncert për të mbuluar dhimbjen, muzikë për të mbuluar dhimbjen, zhurmë për të heshtur ndërgjegjen, ritual për të justifikuar mëkatin, sa të mëshme. Po vëllezër dhe motra, Tofeti nuk ishte vetëm një vend në Jeruzalem. Tofeti është vendi ku ndërgjegja ishte djegur, dashuria ishte shkatruar, mëkati është bërë normal dhe keqja është bërë kulturë. Prandaj thotë Isaia, kujdes, kur të mirës i thua të keqes dhe të keqes i thua të mirë. Dhe unë ju them sot me frike, me dashuri, kur një kom largohet nga Perëndia, ai gjithmonë do të krijojë një Tofet. Mund të mos ketë altare bronzi, mund të mos ketë statuj të Molekut a të Baalit, ose mund të mos ketë rituale e ceremoni pagane të dukshme, po edhe në Shqipëri ka Tofete moderne. Hudhrat, varim hudhrat, syri, brirët e cjapi patkojnë, çfarë janë? Besitni pra, paganizëm, ka zëmra pa Perëndi pra, ka shtëpi pa lutje, ka jetë pa pendim, ka njerëz që qeshin jashtë, por digjen nga brenda. Sot Tofeti pra nuk ka vdekur, ai ka ndëruar formë. Kemi Tofetin e ekranit, njerëzit kalojnë orë të tëra para telefonit duke mbuluar zbrastin e shpirtit të tyre. Tofeti i argëtimit, Netflixi, seriale, lojra, deri në mëngjes. Pse? Sepse heshtja është e frikshme. Kemi Tofetin e alkoolit, njerëzit festojnë për të haruar, po harojnë dhe veten. Kemi Tofetin e punës, punojnë 16 orë në ditë, duke e lënë zemrën dhe shpirtin e tyre bosh. Kemi Tofetin e rrjeteve sociale, njerëzit postojnë jetën e rreme, sepse jeta e vërtetë është e lodhshme. Kemi Tofetin e të rinjve që duan të mbisin zërin e Zotit dhe të vullnetit të Tij, me moton "Follow your heart", diq zemrën tënde, dhe jo vullnetin e Tij. Ah, fëmijët e mi të dashur. Perëndia thotë te Jeremia 2:28. Ku janë perënditë tua që ti ke sajuar? Le të ngrihen, po që se mund t'ju shpëtojnë në kohën e fatkeqësisë sate, sepse të shumt janë si qytetet e tua, perënditë tua o Jude. A nuk është kjo e vërteta? Dëgjojeni mirë. Dëgjoni pak, dua vëmendjen tuaj. Kur njeriu nuk do të dëgjojë Zotin, ai do të rrisë volumin e botës, të Tofetit, të daullës. Edhe njerë, kur njeriu nuk do të dëgjojë Zotin, ai do të rrisë volumin e botës. Sa më larg shkon njeriu nga Perëndia, aq më shumë zhurmë duhet për të mos dëgjuar zemrën e tij. Tofeti pra është vendi ku njeriu nuk do të përballet me Perëndin. Prandaj mbush jetën e tij me zhurmë pra. Unë do ta quaja volumi i shpërqendrimit. Çfarë është zhurma? Zhurma është një mekanizëm mbrojtës që përdor njeriu për të mos dëgjuar ndërgjegjen. Pasi përballja me të,
do të kërkonte një ndryshim të jetës dhe pajtim me Zotin. Pse? Sepse njerëzit kanë frikë të qëndrojnë vetëm me shpirtin e tyre. Kanë frikë të pjesin veten e tyre. A jam mirë me Perëndin? A kam paqe me Perëndin? A kam shpresë kur të vdes ku do të shkoj? Edhe Davidi tek Psalmi 42 dhe 43 thot i flet shpirtit të tij. Pse je i shqetësuar? Shpreso tek Zoti, i thot. Shikojmë pra molekun dhe idhujtarin moderne. Tek Levitiku kapitulli 18 vargu 21 Perëndia thot: mos lejo fëmijët e tu të kalojnë nëpër zjarre për molekun. Moleku ishte një perëndi që kërkonte fëmijë. Kjo na mëson një të vërtet shumë të fortë. Idhujt gjithmonë kërkojnë sakrificë. Idhujt që ke ndërtuar gjithmonë kërkojnë sakrifica. Edhe sot pra, njerëzit sakrifikojnë familjen për karrierën, martesën për epshin, fëmijët për paran, paqen për famën, shpirtin për kënaqësinë, vullnetin e Perëndis për follow your heart, shërbimin në kish për kafen dhe biseda boshe politike në kafenera. Tofeti modern pra mund të mos jetë ndërtuar me gur, por është ndërtuar me zemra pa Perëndin. Prandaj dhe pyetjet që do të bëj është personale. Miku im, vëlla motër, cili është tofeti yt? Çfarë ka zënë vendin e Perëndis në jetën tënde? Cila është ajo gjë që të vjedh zemrën sot? Çfarë po të mbit ndërgjegjen? Pyetja e dytë është pse Zoti e ktheu tofetin në varr? Te kapitulli 19 te Jeremia, kapitulli 19 te vargu 11 na thot: do ta thyej këtë popull, thot. Do t'i thuash kështu atyre, kështu thot Zoti i ushtrive, kështu do ta coptoj këtë popull dhe këtë qytet, ashtu si coptohet një poçe balte që nuk mund të ndreqet më. Atëherë do t'i varrosin të vdekurin Tofet, sepse nuk do të ketë më vend për t'i varrosur. Shumë e rëndë. Pse e ktheu Zoti Tofetin në një vend varrimi? Sepse vendi i mëkatit kthehet në vend gjykimi. Ata derdhën gjak të pafajshëm, fëmijët të cilët i dini të gjallë, dhe tani do përballeshin me vdekjen e tyre. Ata që e mbushën luginën me krim, do mbusheshin me kufoma. Kjo është drejtësia e Perëndis. Prandaj thot Pali tek Galatasi 6:7, çfarë mbjell njeriu, atë dhe do të korr. Gjithmonë mëkati gjithmonë premton jetë, por jep vdekje. Premton liri, por sjell skllavëri. Premton kënaqësi, droga, por lë zbrasti. Premton pushtet, por prodhon shkatërrim. Te Romakët 6:23 thot, paga e mëkatit është vdekja. Kjo është e vërteta, por bota nuk do ta dëgjoj, ti nuk do ta dëgjosh. Por unë duhet ta them si shërbëtori i Zotit, si shërbëtori i Ungjillit, mëkati vret, mëkati djeg, mëkati mashtron, mëkati të çon në varr dhe pa pendim të çon në gjykim. Tek Jeremia 19 Perëndia i thot profetit të marrë një enë balte dhe ta thyej para popullit. Te Jeremia 18 ena mund të ribëj, balta ishte ende e butë, por te 19 thot thyet. Pse? Sepse populli kishte refuzuar paralajmërimin pas paralajmërimi. Zemra e tyre ishte bën e fortë. Prandaj thot tek Hebrejnë 3:15, nëse dëgjoni zërin e tij, mos i ngursoni zemrët tuaj. Ka njerëz që thonë do të pendohen më vonë, por nuk e kuptojnë rrezikun e shpirtit të tyre, të zemrës së tyre, se pa Krishtin nuk do bëhet më e butë me kalimin e kohës, do bëhet beton. I njëjti diell që shkrin dillin, i njëjti diell forcon baltën. I njëjti Ungjill, disa i çon në pendim, të tjerët i lënë në krenari. Prandaj fjala e Zotit thot, mos prit sot. Sot është dita. Nuk ka më vende në voreza pra. Befas njeriu kupton që nuk është i përhershëm, nuk është në kontroll dhe nuk do jetoj në këtë tokë për gjithmonë. Te Psalmi 39 vargu 4 thot, më bëj të njoh fundin tim. Njerëzit duan të dinë të ardhmen e tregut, jo fundin e tyre. Duan të dinë motin për nesër, por jo gjendjen e shpirtit të tyre. Duan të planifikojnë pensionin, por jo përjetësinë. Prandaj problemi më i madh nuk është mungesa e vendit në voreza. Problemi më i madh sot është mungesa e vendit për Zotin në zemër. Vdekja nuk pihet për mosh pra, dhe askush nuk e ka garantuar të nesërmen. Është saktuar që njerëzit, thot Bibla, të vdesin një herë dhe pastaj vjen gjyqi. Shumë njerëz kanë vend për biznes, vend për pushime,
vend për telefon, vend për dëshira, vend për çdo gjë, por jo vend për Zotin. Dhe tragjedia më e madhe nuk është të mos kesh një varr në tokë. Tragjedia më e madhe është të dalësh para Zotit pa falje. Pam pra varet në Tofet. Shikojmë tani varrin e Sarës, që është një shenjë e besimit. Te Zanafilla 23, Sara vdes dhe Abrahami kërkon një vend për ta varrosur. Bibla na thot se ai e bleu shumë shtrenjtë atë vend. Në pamjen e parë na duket si një blerje e zakonshme prone, por nuk ishte kaq e thjeshtë. Ai varr në tokën e premtuar ishte shenjë besimi. Abrahami me këtë tregoi se Perëndia do mbaj premtimin e tij. Ai nuk zotëronte gjithë tokën, por në atë tokë ai kishte një varr. Dhe ai varr ishte garancia se Perëndia është besnik. Dhe diçka tjetër që duhet ta mbani mend pra. Varri i Sarës i dha shtetësi atij dhe Abrahamit në tokën e premtuar pra. Varri që i dha shtetësi tu në tokë dhe në qiell. Tek Hebrej 11 na thot se Abrahami jetonte si i huaj dhe shtektar, duke pritur qytetin. Unë jam i huaj dhe shtektar, thot Abrahami në Kanan. Ishte në tokën e premtuar, por nuk ishte pronar. Jetonte aty, por si ishte shtëpia e tij. Tek Hebrej 11:10 thot ai priste qytetin që ka themel, ndërtuesi dhe themeluesi të cilit është Perëndia. Ky është sekreti besimit të Abrahamit. Kjo botë pra nuk është përfundimtare. Shtëpia tënde nuk është përfundimtare, makina jote, llogaria bankare, një ditë të gjitha këto do të ngelen këtu. Trupi yt dhe trupi im do futen në varr, po shpirti yt dhe shpirti im do shkojnë diku tjetër. Prandaj dhe Jezusi thot tek Mateo 16:26, çfarë përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe më pas humb shpirtin e vet? Varri i Sarës pra flet për besim, për premtim, për shpresë për të vdekjes. Po vëllezër dhe motra, varri i Sarës nuk është qendra e ungjillit. Ai varr na çon te diçka më të madhe. Na çon në diçka më të madhe pra. Na çon te varri i Krishtit, që është qendra e shpresës pra. Zemra e mesazhit. Varri në Tofet flisin për gjykim, varri i Sarës flet për besim, po varri i Jezusit flet për fitore, dhe ky është kontrasti i madh. Në Tofet judenjt jepnin fëmijët e tyre për idhujt, ku zjarri dhe vdekja fitonin. Në Golgot, Perëndia jep birin e tij për mëkatarët. Kishte zjarr gjykimi në Tofet, kurse në Golgot Krishti merr gjykimin ton mbi veten. Në Tofet vdekja dukej se sundonte. Në Golgot Krishti e theu fuqinë e vdekjes. Haleluja! Lavdi Perëndis. Kjo është zemra e besimit ton të krishterë pra. Jezusi vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ringjall ditën e tretë. Ai nuk vdi si një martir i pafuqishëm, ai nuk vdi si një viktime e historisë, ai vdi si qëngji i Perëndis që heq mëkatin e botës pra. Si qëngji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Ai hyri në varr që ne të kemi jetë të përjetshme. Ai hyri në vdekje që mos të mbetemi në gjykim, mori dënimin ton që ne të kemi drejtësinë e tij. Prandaj tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua edhe sikur të vdes do të jetojë. Nuk tha unë tregoj rrugën drejt jetës, ai tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Prandaj shpresa jon nuk është në një ide, shpresa jon është në një person, Jezu Krishti, biri i Perëndis. Edhe Jezusi u vendos në një varr të huazuar. Pse? Sepse ai nuk do të rinte aty gjatë. Ai nuk kishte nevojë për varr të përhershëm, sepse vdekja nuk mund ta mbante. Ditën e tretë, guri u rokullis, varri u hap, vdekja u mund, feri u trondit dhe shpresa lindi dhe u shpall kudo në botë pra. Prandaj dhe Pali thotë te letra e parë Korintasve 15, vargu 55, o vdekje, ku është gjëmbyt? O fer, ku është fitoria jote? Kjo është fitoria e ungjillit. Jo që i krishteri nuk vdes fizikisht, por që vdekja nuk ka më fjalën e fundit. Varri nuk është fundi për ata që është në Krishtin. Varri është vetëm porta në praninë e Perëndis. Prandaj ka ende vend. Sot është dita e shpëtimit. Sot është dita për të kthyer miku im. Sot është dita të lëm Tofetin e zemrës son. Sot është dita të kthehemi te kryqi dhe të japim vend zemrës son te Krishti. Problemi pra nuk është se një ditë ti do të vdesësh dhe unë do të vdes. Problemi është
që një ditë dikush do të qaj për ti, dikush do të mbaj funeralin tënd, dikush do të kujtoj jetën tënde, dikush do të përmend emrin tënd në kohën e shkuar, por pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë do thonë njerëzit për ty. Pyetja është: a e njeh Jezusin? A je larë në gjakun e tij? A je penduar për mëkatin? A ke lindur sërish? A ke vendosur besimin te Krishti? Sepse vorrezat e botës do të mbushen, qytetet do ndryshojnë, kombe do të kalojnë, brezat do të ikin, por fjala e Zotit mbetet për jetë dhe vari bosh i Krishtit mbetet shpresa e botës. Një mesazh për ne që jemi besimtar. Unë e di se ndoshta disa prej jush kanë kaluar kohë të vështira, mund të ndjeni sikur jeni duke luftuar me tofetin e jetës, vuajtjet, sëmundjet, mëkatet që fshejnë. Por inkurajimi për ju sot është: ju nuk jeni më banor të tofetit, ju jeni fëmijë të Perëndis. Nuk jemi më banor të tofetit, vëlla motor, jemi fëmijë të mbretit, jemi fëmijë të Perëndis atë pra. Fakti që jemi mbledhur sot pra, dhe që dëgjojmë këtë mesazh dhe që shkojmë në kish, është se jemi larguar nga lugina e errësirës. Vari bosh nuk është një histori, është statusi jon ligjor. Dhe nëse dikush na akuzon për të kaluarën si Satanaj, vari bosh thot: e mori Jezusi. Nëse je lodhur, Jezusi thot: unë jam ringjallja. Nëse nuk kemi vend në këtë tokë, biznesa, strehima, status, Zoti na premton që do të mbaj vendin në përjetësi. Ngrije kokën, vëlla motër, sepse vari yt nuk është destinacioni yt. Lotët e tua janë të numëruara, dhe kur do mbyllim syt, ne do t'i japim atje me Krishtin. Jetojmë pra, të jetojmë si një njeri me adresë në qiell. Mos të trembemi nga vorrezat e mbushura, se ati ka përgatitur banesa pra që nuk mbarojnë kurrë pra. Mos e lëni botën t'ju bëjë të ndjeni se nuk keni vend. Ke një vend në qiell dhe është i rezervuar përpara se kjo botë të krijuar. Jeto pra si njeri që ke fitoren në dorë. Miku im, ti që nuk e pranuar Jezusin dhe që dëgjon këtë mesazh, i dashur dëgjues, nuk e di në qoftë se je pajtuar me Perëndin. Ndoshta je i huaj në shtëpinë e Perëndis. Ky është momenti pra. Dhe fundi dhe vari fizik është i sigurt në pak metra dhe, por pyetja është: nuk ka më vend në vorreza, po në qiell? Shpirti tënd, a e ka dhomën e tij në përjetësi? Nëse je këtu dhe zemra tënde është larg Perëndis, sot është dita tënde. Nëse ke jetuar në tofetin e kësaj bote, sot je i ftuar të dalësh. Nëse ke qenë i humbur, Krishti ka ardhur për të gjetur pra. Nëse ke qenë i thyer, Krishti të shëron. Nëse ke qenë i vdekur në mëkate, Krishti të ringjall. Ka ende vend pra. Prandaj Jezusi thot: ai që vjen tek mua, unë nuk do ta nxjerr jashtë. Ka vend pra. Për mëkatarin që pendohet, për të lodhurin, të plagosurin, për ti të humburin, për atë që ka rënë, për atë që kërkon mëshirë. Mos prit pleqërin, mos prit funeralin, mos prit ditën e fundit. Bibla thot: sot është dita e shpëtimit. Largohu pra nga tofeti i jetës tënde dhe eja në kryqin e Golgotet me pendim tek Jezusi. Lutu bashkë me mua duke thënë: o Zot Jezus, më fal për mëkatet e mia. Pranoj se kam humbur rrugën. Sot unë kthehem tek ti. Pendohem për mëkatet e mia. Merri jetën time. Ti je shpresa ime, ti je ringjallja ime. Eja në zemrën time si Zot dhe shpëtimtar. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen, miki dashur. Miki dashur, unë të falenderoj që dëgjove këtë mesazh dhe unë lutem që këtë mesazh t'ia tregosh dhe miqve të tu, familjarëve të tu, të cilët duan shpresë. Dhe mos haro, Perëndia të do dhe Perëndia është bashkë me ti, kudo ku je. Zoti të bekoj. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.
Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.